Horoskopi ditor e hënë 3 nëntor 2025. Dashi. Zjarri i pasionit do të rindiset gjatë kësaj dite për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do e keni më të lehtë të flisni hapur me partnerin dhe t'i shprehni dëshirat tuaja. Beqarët do të ndihen në formë dhe gati për të kërkuar dashurinë. Bëjini sy të katër sepse mundësitë nuk do të mungojnë as pak. Financat nuk do të jenë problematike, por ju duhet të vazhdoni t'i menaxhoni me kujdes ato. Demi. Nuk do të bini për çdo gjë dakord me atë që keni në krah, por sërish marrëdhënia mes jush do të jetë e ngrohtë dhe jo problematike. Beqarët nga ana tjetër do të jenë me shumë fat dhe do të ndihen më të plotësuar se kur. Personi që ata do të takojnë do t'ju përshtatet në perfeksion. Financat do të jenë gjatë gjithë kohës të qëndrueshme. Nuk do të keni për çfarë të shqetësoheni në këtë plan. Binjakët. Planetët do t'ju ndihmojnë gjatë kësaj dite që të bindni partnerin të bëjë atë që ju dëshironi. Dialogu dhe bashkëpunimi do të mbizotrojnë gjatë gjithë kohës. Beqarët do të jenë specialistë të joshjes. Do të bëjnë për vete cilido që do të pëlqejnë. Me shumë gjasa do të ndryshojnë dhe status. Financat do të jenë të mira, kështu që mund të merrni edhe ndonjë vendim të rëndësishëm. Gaforia. Ambienti në jetën tuaj në çift do të jetë shumë i ngrohtë sot. Do të filloni të mendoni për disa projekte të përbashkëta të cilat do t'ju afrojnë edhe më tepër me njëri tjetrin. Beqarët do të kenë ndryshime të rëndësishme në jetën e tyre sentimentale. Në planin financiar nuk është momenti i duhur për të filluar operacione apo për të bërë investime. Luani. Duhet të jeni shumë të duruar me partnerin gjatë kësaj dite sepse përndryshe do të keni debate të zjarrta me të. Nëse toleroni edhe pak më tepër, gjërat do të shkojnë akoma më mirë. Beqarët do të argëtohen pafund në praninë e miqve të tyre të ngushtë dhe nuk do ta ndjejnë mungesën e dikujt tjetër në krah. Në planin financiar tregohuni të arsyeshëm dhe menaxhojini me kujdes të ardhurat që keni. Virgjëresha. Ditë shumë e qëndrueshme dhe as pak problematike kjo e sotmja për të dashuruarit. Nëse partneri ju propozon të provoni eksperienca të reja, mos refuzoni. Beqarët do të kenë një surprizë në momentin që më pak e presin. Ka mundësi që gjithçka të marrë një tjetër drejtim për ta. Financat do të jenë të mira, prandaj mund të bëni edhe ndonjë shpenzim më tepër sot. Peshorja. Kushtojeni më tepër vëmendje atij që dashuroni sot, nëse doni që gjërat mes jush të shkojnë më së miri. Nëse do përgatisni ndonjë surprizë të këndshme, ai do të ndihej edhe më mirë. Beqarët më mirë të qëndrojnë edhe sot vetëm, sepse përndryshe do të përballen me zhgënjime. Në planin financiar nuk duhet të rrezikoni më shumë se sa duhet, duke kryer shpenzime maramendse. Akrepi. Marsi, planeti i dëshirave dhe seksualitetit, do të ndikojë së tepërmi në jetën tuaj sentimentale sot. Dita do të jetë e mrekullueshme dhe e mbushur me emocione të forta. Beqarët me shumë gjasa do të kenë një takim të rëndësishëm. Tregojeni veten ashtu si jeni, mos kërkoni të imitoni dikë tjetër. Klima në sektorin e financave nuk do të jetë e ngrohtë, prandaj duhet bërë kujdes. Shigjetari. Do joshni pafund atë që keni në krah sot dhe atij as që do t'i shkojë në mendje të shoh dikë tjetër. Për të, ju jeni muza më e bukur dhe më e dëshiruar. Beqarët do të ndihmohen nga Venusi, perëndesha e dashurisë. Një miqësi e hershme do të shndrohet në diçka më tepër. Në planin financiar duhet të shtrëngoni paksa ripin që të mos keni vështirësi. Bricjapi. Nëse nuk jeni shumë të sigurt për jetën tuaj në çift dhe hezitoni të merrni vendime të rëndësishme, më mirë mos hidhni asnjë hap dhe flisni hapur me partnerin. Beqarët nuk do të jenë ende gati të krijojnë një lidhje serioze dhe do t'ju humbasin të gjitha mundësitë që ju jepen. Në planin financiar, do të jeni më pak rigoroz në menaxhimin e të ardhurave që keni. Ujori.
Nëse nuk jeni në humor të mirë gjatë kësaj dite, do të debatoni ashpër me personin që keni në krah. Kujdes, sepse nëse edhe ai nuk do të jetë në qef, mund të keni probleme të mëdha. Beqarët do të takojnë një person me të cilin do t'ju lind me njëherë dëshira për të krijuar një lidhje. Në planin financiar, ka ardhur koha të përballeni drejt për drejt me problemet që do t'ju dalin. Peshqit. Jeta juaj në çift priret të ketë ndryshime të mëdha gjatë kësaj dite. Do të tregoheni më të hapur me atë që keni në krah dhe gjithçka do të shkojë për mrekulli. Beqarët me shumë gjasa do të fillojnë një lidhje serioze dhe do të ndihen më në fund të plotësuar. Financat nuk do të jenë as pak problematike, madje për disa mund të ketë edhe ndonjë përmirësim të vogël.